Добар ден, почитувани гледачи, го следите најновото издание на емисијата Огледало на здравието. Во Македонија за прв пат по нејзиното осамостојување е изведена трансплантација на рожница во Европската очна болница. Денеска ќе говориме токму на таа тема – трансплантација на рожница, односно кератопластика. Останете со нас и ќе дознаете како трансплантацијата на рожница се спроведува и како таа го менува животот на пациентите кои доживеале тешки повреди на окото или пак имаат промени поради заболување. Одговор на најважните прашања поврзани со трансплантацијата на рожница ќе може да добиете од доктор Фарук Семис, офталмолог и директор на Европската очна болница. Останете со нас. Доктор Семис, во Македонија за прв пат после нејзиното осамостојување се изведени трансплантации на рожници. Објаснете ни за каква постапка станува збор? Tabii kornea nakli komplike bir ameliyat. Özellikle Makedonya'da böyle bir ameliyatın yapılması bizi... Ky është një nga operacionet më të ndërlikuara. Jemi të lumtur që ne filluam me këto operacione dhe që mund të ndihmojmë pacientëve tanë që ta kthejnë ose ta përmirësojnë shikimin. En kısa zamanda çözmeyi düşünüyoruz. Çünkü onların görmelerini sağlamamız. Javën e ardhshme do operojmë 6 pacient në një seancë. Pra qëllimi ynë është të ndihmojmë pacientëve në Maqedoni që kanë nevojë për transplantim të korneas. Ne këtu jemi të përgatitur me teknologjinë më moderne dhe një ekip i përgatitur shumë mirë për të ofruar ndihmë këtyre pacientëve që të kthejnë shikimin. Për atë shkak vërtet jemi të lumtur. Bu ülkede Makedonya'da en son teknoloji en iyi hekim kadrosuyla burada çalışmakta. Çok şükür onu da başardık. Daha nice güzel haberler, nice güzel ameliyatlar yapmayı planlıyoruz. Tabii kornea gözün şeffaf tabakası. Yani gözün şeffaf tabakası eğer onda konjenital bir bozukluk olduğu zaman konjenital korneal distrofileri veyahut da Kornea është pjesë transparente e syrit dhe kur vjen në dëmtim të korneas për shkaqe nga më të ndryshme siç janë infeksione, sëmundje konjenitale, lëndime kimike ose traumatike, është e nevojshme të bëhet ndrim ose transplantimi pjesës transparente, që ne e quajmë kornea. Kjo na detyron të bëjmë transplantim të korneas. Gjithashtu, keratokonusi është një nga shkaqet e rëndësishme, sidomos në këto vende ballkanike. Është një sëmundje shumë e shpeshtë që bëhet një prej shkaqeve kryesore për transplantim të korneas. Ne këto operacione i kryej me sukses dhe vërtet gëzohemi kur arrijmë të ndihmojmë pacientëve tanë që të kthejnë ose përmirësojnë shikimin. Siz o korneayı, fonksiyonunu yitirmiş olan korneayı alıp yerine fonksiyonlu yeni bir kornea taktığınız zaman hasta görmesini sağlamış oluyor. Bu da hastayı mutlu ediyor. Mutlu olduğu için, hasta mutlu olduğu için hekim de bizler de mutlu oluyoruz. Кај колку пациенти досега направивте трансплантации на рожници и со каква успешност? Şimdi tabii bizim kornea nakli yapmamız sadece Makedonya'da değil. Biz Türkiye'deki hastanemizde de kornea naklini her gün yapan bir ekiptik. Burada Ne, jo vetëm në Maqedoni. Këtë lloj operacioni më parë bënim edhe në Turqi. Këto operaciona aty i bënim çdo ditë dhe kemi një përvojë të mirë. Tani filluam me këto operacion këtu në Maqedoni dhe javën e kaluar bëm 3 operacione të tilla. Një prej atyre pacientëve, një pacient i ri kishte një lëndim të rënd të syrit ku ishte dëmtuar përveç korneas edhe gjithë syri. Ishte dëmtuar rënd dhe shkatruar. Ne përveç transplantimit të korneas bëm edhe kirurgji viroretinale, me të cilën arritëm pjesërisht të kthejmë shikimin e pacientit. Pra pacienti tani shikon dhe është vërtet i lumtur. Përveç atij, të lumtur jemi edhe ne si ekip që bëm atë operacion. Ne kemi 2 ekipe për kryerje të transplantimit të korneas, të cilët ne i marrim nga banka e korneas nga Amerika. Nakil yapmakta bir sıkıntımız yok. Sadece kornea biliyorsunuz göz bankasından geliyor, Amerika'dan geliyor. Onun gelmesi, onun toparlanması, hastaların planlı programlanması biraz zaman alıyor. Onları da en kısa zamanda çözüyoruz. Tabii yani şu anda 8 hastalık programı aldık. Hatta 9.'yu da aldık programı. Bizim amacımız ilk önce tabii kendi ülkemizdeki, Makedonya'daki hastaların sorunlarını ilk önce çözmek. Ondan sonra bölge ülkelerin hastalarını, ondan sonra da diğer
Siç përmenda edhe më parë, kemi 8 fatkeqësisht 9 pacientë që do të operohen javën e ardhshme që do të kryhet operacion transplantimi i korneas. Qëllimi ynë kryesor si Spitali Evropian i Syve është e para të ndihmojmë pacientëve tan nga Republika e Maqedonisë dhe më pas të interesohemi dhe të japim shans edhe rajonit dhe më gjerë. Pra në atë drejtim kemi plan dhe program si të ndihmohet dhe pacientëve të tjerë jashtë Maqedonisë. Ne këtu në Maqedoni kemi listë nga e cila operohen pacientë. Gjithashtu jemi shumë mirënjohës dhe ndaj Ministrisë së Shëndetësisë së Maqedonisë si dhe fondit për mbështetjen që na japin në realizimin të këtyre operacioneve. Kjo është e rëndësishme dhe për shtetin e Maqedonisë, sepse shpenzimet për kurimin e këtyre pacientëve që më parë kuroheshin jashtë shtetit ishin shumë të mëdha, por tani vërtet këto shpenzime u zvogluan dhe kapin një shumë prej 1/5 së atyre që bëheshin më herët. Ne si spital nga ana financiare nuk kemi ndonjë fitim nga këto operacione, por siç thash, qëllimi ynë kryesor është të ndihmohet këtyre pacientëve të kthejnë shikimin dhe të kthejnë shëndetin e tyre. Bu insanlar bu tür teknolojiden ve bu tür ameliyatlardan yararlansın diye yaptığımız bir ameliyat türü. Bu da bizi ayrıyetten mutlu ediyor. Hem devlet açısından çok önemli hem de bizim bu işi bu insanlara sunmamız açısından çok önemli. Доктор Семис, колку време трае трансплантацијата и за колку време по операцијата пациентите ќе можат да се вратат на својот секојдневен живот? Şimdi tabii bizim burada sunduğumuz ameliyat tekniği normal bir vitreoretinal cerrahiden daha az kısa sürede yapılan bir ameliyat tekniği kullanıyoruz. Teknika operative që ne përdorim këtu në Spitalin Evropian të Syve zgjat më pak se një operacion viroretinal, pra në përgjithësi zgjat nga 30 deri në 45 minuta. Ky është një timing i përkryer dhe vërtet jemi të lumtur për këtë, sepse në atë mënyrë u ndihmojmë shpejt pacientëve tan, sepse bëhet fjalë për transplantim të korneas së syrit që përmban një numër të madh të qelizave të gjalla. Sa më shpejt bëhet ai intervenim, aq më shumë qeliza të gjalla rruhen. Bu da bizi ayrıyetten çok mutlu ediyor. Artı hastalar ertesi gün yani bir gün sonra görmeye başlıyorlar. Pacientët shohin prej ditës tjetër dhe pas një jave ata i kthehen jetës së tyre të përditshme dhe vazhdojnë të jetojnë një jetë normale. Me atë që duhet rregullisht të vinë tek ne në kontrolle të rregullta dhe do jenë në kujdesin e ekspertëve tanë. Belli aralıklarla takip ediyoruz. Доктор Семис, каде се досега треба да патуваат пациентите за да направат трансплантација на рожница? Tabii bizim bu konuda yaptığımız çalışmalar daha çok Rusya'ya gitmek zorunda kalıyorlardı. Çünkü biliyorsunuz pacientët që kishin nevojë për transplantim të korneas më herët shkonin në princip në Rusi, por vajtja e tyre atje do të thoshte edhe shpenzime të mëdha, sepse shkohej në vende të huaja, sepse nuk kishte mundësi të kryeshin operacione të tilla në vendin tonë. Siz dışarıdan geldiğiniz zaman bu Türkiye için de geçerli. Onları kanunlarına göre ilk önce kendi hastaları sonra diğer hastaları. O özellikle Rusya'da Gjithashtu shkohej edhe në Amerikë, që kanë ligjet e tyre dhe atëherë kishin ligje për operacion, në fillim pacientët e tyre dhe pastaj pacientët e huaj. Siç thash, pacientët më shpesh shkonin në Rusi, ku shpenzimet e tyre për operacion që përveç harxhimeve për shoqëruesin që udhtonte bashkë me pacientin ishin shumë të mëdha dhe nga ana ekonomike rëndonin edhe shtetin dhe rëndonin edhe vetë pacientin. Tani me fillimin e këtyre operacioneve në spitalin ton, përfaqëson një lehtësim të madh si për shtetin ashtu edhe për pacientin. Fark etmiyor yani masraf oluyor. Tabii ülkemizde yapılması hastaların ekonomik olarak da çok rahatlatıyor. Artı ülke ekonomisi açısından da çok önemli. Onun için bu bizi ayrıyetten daha çok mutlu ediyor. Објаснете ни што значи трансплантација на рожница за еден човек, како тоа може да го подобри неговиот живот? Kornea nakli bir insan için çok şey ifade ediyor. Yani tabii göremediğiniz zaman ne kadar Transplantimi i korneas me të vërtet ka një domethënie të madhe për një njeri, për një pacient. Paramendoni një njeri i cili nuk sheh dhe pas operacionit do shikoj. Mendoni lumturinë dhe ndjenjen pas operacionit. Görmeye başladığınız zaman onun verdiği mutluluk, onun verdiği şey çok ayrı bir duygu. Yani
Pasi përsëri do të filloj të shikoj dhe t'i përjetoj të gjitha ato ndjenja që më parë nuk mund t'i përjeton. Ne këtë nuk mund t'a përshkruaj me fjalë. Vlerën e shikimit dhe të shikuarit e kuptojmë sidomos kur do e humbasim shikimin. Atëherë kuptojmë se sa gjë të rëndësishme kemi humbur, por pas kthimit të shikimit edhe më shumë e kuptojmë vlerën e shikimit dhe lumturia e pacientëve nuk ka fjalë me cilat mund të përshkruhet, por ne njëkohësisht gëzohemi bashkë me pacientët. Her hastada değişik duygu patlamaları yol açan bir duygu. Yani anlatması çok zor yani. Hani bazı laf vardır hani anlatılmaz yaşanır diye. Öyle bir duygu. Доктор Семис, склучивте договор со Фондот за здравствено осигурување на Македонија за трансплантација на рожница. Кажете ни колку трансплантации покрива фондот и со колкава доплата на осигурениците? Şimdi kornea nakliyle ilgili şunu söylüyorum. Ben fonun yaptığı hastada çok büyük bir iyilik. Yani 100 euro. Fondi me të vërtet bëri një lëvizje të mirë dhe të rëndësishme me atë që i mbulon shpenzimet për operacionin e transplantimit të korneas. Pacientët paguajnë rreth 6.000 denar për participim në këtë operacion, pjesën tjetër e mbulon fondi. Siç thash dhe më parë, kjo është lëvizje shumë e mirë e Ministrisë së Shëndetësisë dhe fondit që t'u ndihmohet pacientëve që kanë nevojë për transplantim të korneas. Yani bize korneanın maliyetiyle yaptığımız ameliyat artı fonun verdiği hemen hemen eşit. Me këtë në masë të madhe zvoglohen shpenzimet e pacientëve, që shpesh duhet të udhtonin jashtë shtetit, të udhtonin me avion, të paguanin hotele të shtrenjta, të kenë shoqërues me vete dhe të vendosen para shpenzimeve të mëdha. Tani nuk ka nevojë për shpenzime të tilla sepse të gjitha ato shërbime mund t'i fitojnë tek ne në Spitalin Evropian të Syrit. Sadece bitmek de biliyor. Bir yıl boyunca da bir de kontrolleri var. Yani kat ve kat üstünde bir masraf oluyordu. Bu bakımdan hem hasta açısından hem ülke açısından çok önemli. Доктор Семис, кој тим ги прави операциите тука во Европската учна болница, со каква опрема располагате и од каде ги набавувате рожниците? Kornea nakli tabii bizim demin de bahsettiğim gibi çift masa yapabilecek bir tekniğimiz ve ekibimiz var. Artık kullandığımız teknikler zaten. Siç thash edhe më parë, ne kemi një teknik të zhvilluar, të përkryer, një ekip të përgatitur shumë mirë për transplantim të korneas. Ne siç përmenda përdorim teknologjinë më bashkohore për kryerjen e këtij lloji operacioni. Gjithashtu koha për operacion është e shkurtër dhe pacientët tan pas operacionit shumë shpejt e marrin veten. Çok mutlu ediyor. Bunun yanında bir de kornea dünyanın çeşitli göz bankalarıyla network ağ kurduk. Kemi rjetin për blerjen e kornetave më cilësore nga Banka Botërore e Korneas. Përvoja jon paraprake na tregon se korneat më të mira ne i marrim nga Amerika, nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Çeşitli kornea bankalarıyla direkt kontak halindeyiz. Onlardan da taleplerimize göre cevap alıyoruz. За крај, доктор Семис, на вашето гостување во нашата емисија Огледало на здравјето, дали би сакале да упатите еден совет до гледачите кои што не следат во моментов? Seyircimize tavsiyemiz tabii insanların... Para se t'i përshëndes pacientët tanë, do doja të theksoja se ne, në të vërtet, nuk mund të paramendojmë se kur do kemi problem me sytë tanë dhe me shikimin tonë. Por sidomos kur bëhet fjalë për korneat, ndryshimet në kornea, dua të theksoj se ne si Spital Evropian i Syve jemi në dispozicion të gjithë pacientëve tanë që të mund të vinë në spitalin ton dhe të kryejnë të gjithë kontrollet dhe analizat që të vërtetohet se cila është gjendja e korneas dhe a nevojitet të bëhet ky tip intervenimi. Ne jemi këtu me teknologjitë më bashkohore dhe ekipet më të përgatitura që t'i bëjmë më të lumtur ata njerëz që do vinë tek ne. Teşekkür ederim за тоа што бевте дел од нашата емисија Огледало на здравјето. Се надевам ќе се видиме во некоја следна прилика. Благодарам. Следува рубриката во која што јавните личности говорат за тоа како тие се грижат за своето здравје. Погледнете кој ни беше гостин овој пат. Mysafir në emisionin e sotëm është Muhamet Huseini, një ndër futbollistët më të suksesshëm. Ai ka 15 vite që mirret me futboll, edhe atë në Shkëndijën e Tetovës ku ka qenë kapiten, ndërsa tash ka 6 muaj që luan për klubin futbollistik Rabotnički. Suksesin e tij më të madh e ka përjetuar kur në vitin 2011 Shkëndija shpallet si kampion vendor. Huseini ka luajtur 2 vite për reprezentacionin e Maqedonisë, ndërsa interes kanë pasur ekipet e huaja nga Ukraina, Turqia dhe Irani.
Një ditë e zakonshme si çdo një ditë e futbollistit, do me thënë nuk jam njeri që flet shumë, zgjohem pavarësisht orës 9-10, aty gjithashtu pason mëngjesi i cili është i pashmangshëm, pasi si sportist di që do të kesh një mëngjes të fortë, pastaj kafja mëngjesit dhe gjithashtu vjen koha e trenigut. Për të ushqyer them se ushqemi mjaft mirë, pasi që dihet që kemi shumë treninge, gjëra që na harxojnë dhe për atë gjë do të konsumojmë sa më shumë ushqim. Normal është, ushqime kemi çdo ditë, 6 herë në javë, mund të themi, vetëm një ditë pason pushim. Ajo zakonisht është pas ndeshjeve të zhvilluara. Po gjithashtu vizitoj edhe vetë fitnessin, gjithashtu kemi edhe me klubin që vizitojmë, po edhe privat, kështu vizitoj, mund të them 2-3 herë në javë, atë e kam si plus për të mbajtur vjen e trupit. Po në kontrollime mjekësore zakonisht i kemi para fillimit të kampionatit dhe në pauzën dimërore, aty ku na dërgon klubi dhe ato merren me atë çështje të kontrollimeve. Do me thonë gjitha kontrollimet i kemi në klub dhe besoj që duhet të kontrollohemi sa më shpesh, pasi që shëndeti është në pikë të parë për të dhënë një performancë sa më të mirë në terren dhe gjithashtu të kesh një jetë sa më të rehatshme. Për këtë stish të them është disi e vështirë, pasi që mund themi që kemi një ajër mjaft të ndotur, kemi një rrethinj ku ka mjaft mbeturina, mirë, po për këtë gjë do të kujdesemi ne vetë, pasi që ne jemi ata shaktarët kryesorë që i hedhim mbeturinat dhe besoj që nëse janë të vetëdijshëm të gjithë njerëzit, të punojmë të gjithë së bashku, të kujdesemi si duhet, mendoj se edhe mund të jetohet shëndetshëm. Po mund të them se sporti ka qenë ajo që më ka shtyr të ushqehem shëndetshëm, mirë po mund të them për njerëzit në përgjithësi që nuk ushqehen edhe aq shëndetshëm, pasi çdo ditë shohim të rinj tanë që kanë problem me mbipeshën. Ajo vjen si rezultat i fast foodeve që hahen shumë në këtë kohë, që mund të them që është katastrofë për shëndetin e njeriu. Do të sa më shumë të ikët fast foodeve, të hanë gjëra më natyrale, më të shëndetshme dhe do të kuptojnë që mbipesha është edhe një sëmundje në vete dhe do të kujdesen të merren me sport, nuk do me thonë futboll, po është çfarëdo sport i qoftë. Një këshill, më pak të rinë para televizoreve, më pak të rinë nëpër internetet, të dalin, të shëtitin, të merren me ecje, të merren me sport rekreativ apo në mënyrë profesionale për një jetë më të shëndetshme në të ardhmen. Во рубриката Интересни научни истражувања посветени на здравјето на луѓето. Во ова издание на емисијата Огледало на здравјето ви подготвивме еден прилог кој говори за тоа дека редовното спиење помага во слабењето. Зошто е тоа така, погледнете во наредните неколку минути. Луѓето кои имаат одреден распоред за спиење и спијат доволно, се послаби од оние кои немаат никаков ред, покажаа најновите американски истражувања. Во истражувањето учествувале околу 300 жени, на возраст од 17 до 26 години, а резултатите покажале дека оние кои остануваат доследни на своите навики, односно секоја вечер заминуваат на спиење во исто време и се будат во исто време, имаат помалку масноти во организмот. На почетокот на експериментот, експертите ја испитале состојбата на организмот на учесниците, односно нивната тежина и маснотиите во нивното тело. Потоа на учесниците им бил прикачен уред, кој ги следел нивните активности во текот на денот, како и тоа кога спијат, лежат или се будат. Учесничките во студијата, чии што навики во спиењето варирале повеќе од 90 минути,
без разлика дали станувало збор за заспивање или будење. Имале повеќе масноти од оние чии што варијации во времето на спиење биле помалку од 60 минути. Неквалитетниот сон и нередовните навики кога станува збор за спиењето резултираат со повеќе масноти во организмот, затоа што влијаат на хормоните кои се одговорни за апетитот, покажале резултатите од истражувањето. Секој човек има биолошки часовник кој треба да го почитува за да може телото здраво да функционира. Со оглед на тоа што многу луѓе имаат проблем да заспијат или да создадат редовна навика за спиење, истражувачите препорачуваат да бидат физички поактивни и собата пред спиење да ја уредат така што ќе биде тивка и мрачна, благодарение на што полесно ќе заспијат. Една претходно спроведена студија на Универзитетот во Филаделфија откри дека квалитетниот сон позитивно влијае на намалувањето на апетитот. Едноставно кажано, ако добро се наспиете, подолго ќе бидете сити по оброците, бидејќи сонот го регулира хормонот за глад, заради што и ќе внесувате помалку калории. За крај да ве подсетиме дека на нашата имейл адреса alsa.health@alsa.m.tv може да испраќате здравствени теми од ваш интерес и ние ќе говориме токму на нив. Ви посакувам убава и пријатна работна недела и се разбира да останете во добро здравје. Се гледаме за 7 дена. Довидување.